Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku me urdhër të prerë, persona që hanë vezë duhet ta dëgjojnë këtë urgjent. Veza është një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu që ka pësuar një rikthim triumfues pas pretendimeve për rolin e saj negativ në shëndet. Vezët ofrojnë rreth 6 gram protein të një cilësie të lartë. Sipas të dhënave, kjo do të thotë se vezët ofrojnë të gjitha aminoacidet që ju duhet të merrni nga ushqimet, madje po aq sa mishi. Proteinat konsiderohen si një nga ushqyesit më përmbushës për shëndetin e njeriut. Gjysma e sasisë së proteinës gjendet tek e verdha e vezës. Vezët gjithashtu frenojnë edhe urinë. Një mëngjes i pasur me vezë e mban nën fre urinë për më gjatë në krahasim me ushqimet e tjera me bazë drithi. Disa studime gjithashtu thonë se njerëzit të cilët hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur dhe hanë më pak në drekë. Vezët mbrojnë gjithashtu shëndetin e syve. Vezët janë të pasura edhe me lutein, një pigment i cili është kryesisht i përqendruar edhe tek retina e syrit. Luteina i mbron syt nga dëmtimet të ndryshme si pasojë e plakjes, por edhe nga dëmet e dritës blu, e cila emtohet nga celularët, tabletët dhe laptopët. Ky lloj ndriçimi besohet të jetë kontribues edhe në shfaqjen e sëmundjeve të këqija dhe njëkohësisht të mbipeshës dhe sëmundjeve të syve. Vezët nuk bllokojnë enët e gjakut. Për vite me radhë, vezët kanë qenë të akuzuara se rrisnin nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Tani shkencëtarët besojnë se vezët munden që të ulin rrezikun e kolesterolit të lartë dhe njëkohësisht ta mbajnë atë nën kontroll. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se vezët janë të rëndësishme edhe për masën muskulare. Njeriu nis edhe të humbas masë muskulare që pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulare nis të bjerë me 5% për çdo 10 vjet. Humbja e saj e bën njeriu të ndihet i plogësht dhe gjithashtu rrit shanset e frakturave. Aktiviteti fizik, veçanërisht ai i fokusuar tek forca dhe tek qëndresa, ju ndihmon ju që të ruani masën muskulare. Vezët dhe proteina që ato ofrojnë ushqejnë muskujt pas stërvitjes dhe njëkohësisht i mbrojnë ato. Vezët janë padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumimit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier, por cilat janë vlerat e vezës së zier për shëndetin dhe çfarë i ndodh organizmit kur ju i konsumoni ato. Veza përmban 210 mg kolesterol dhe zierja konsiderohet si mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që përdorni në skuqe rrisin nivelin e kolesterolit në organizëm. Ekspertët gjithashtu thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mundet që të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e një regjimi të shëndetshëm shëndetësor mundet ju ndihmojë të humbisni në peshë. Yndyrat e mira. Vezët e ziera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat gjithashtu ndihmojnë edhe në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin në rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak dhe përrjedhojnë edhe në nivelin e sheqerit në gjak. Proteinat. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë një nivel të lartë të proteinave. Organizmi jon gjithashtu ka nevojë për proteina për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha,
Proteinat e ndihmojnë të gjithë trupin tuaj dhe organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme dhe mbrojtëse në muret e qelizave. Shëndeti i syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është pikërisht vitamina A. Kjo vitamin është njëkohësisht thelbësore për ndihmën që ajo i ofron retinës dhe mbron membrana dhe ul rrezikun e prekjes nga dobësimi i shikimit apo verbëria. Sigurisht ju duhet të dini se vezët forcojnë edhe kockat. Vezët e ziera janë gjithashtu të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është tepër e rëndësishme për kocka dhe dhëmb të fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Nga ana tjetër, ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë të gjithë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë i fortë. Gjithashtu ju duhet të dini se vezët janë të thjeshta dhe ekonomike, por njëkohësisht të mbushura edhe me vlera ushqyese. Vezët janë një nga ushqimet më të mira që ju mundet të përfshini në regjimin tuaj të përditshëm. Por cilat janë përfitimet konkrete në qoftë se ju i konsumoni ato çdo ditë? Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ngrënia e 1 ose 2 vezëve të ziera në ditë mundet që të sjellë një sër efektesh pozitive si për trupin, ashtu edhe për trurin. Përmirëson gjithashtu funksionin e trurit. Vezët janë një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese që luan një rol kyç në kujtesën për qëndrimin dhe shëndetin e përgjithshëm të trurit. Marrja e mjaftueshme e kolinës gjithashtu ndihmon edhe në ngadalësimin e rënies së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Ndihmojnë në forcimin e muskujve. Proteinat cilësore të cilat gjenden pikërisht tek vezët kontribojnë në rindërtimin dhe forcimin e masës muskulore, veçanërisht tek ata të cilët ushtrojnë ose janë në një fazë rikuperimi pas dëmtimeve. Mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin e syve. Vezët përmbajnë luteinë dhe zeaksantin, dy antioksidantë tepër të fuqishëm që mbrojnë syt nga efektet e plakjes nga drita blu e dëmshme, duke ndihmuar në parandalimin e problemeve si degenerimi makular. Balancojnë nivelin e kolesterolit. Megjithëse dikur vezët shiheshin si problematike për shkak të kolesterolit që përmbajnë, studime të reja tregojnë se konsumi i moderuar i tyre mundet që të rrisë nivelin e kolesterolit të mirë dhe të përmirësojë raportin me kolesterolin e keq. Ndihmojnë edhe në kontrollin e oreksi dhe peshës. Falaftësisë së tyre të ngopur, vezët e ziera mund të zvogëlojnë dëshirën për ushqim gjatë ditës, duke qenë një zgjedhje ideale për mëngjes për çdo që kërkon të menaxhojë peshën. Do të ndiheni më aktiv. Një vezë e madhe me madhësi mesatare plotëson 15% të nevojës ditore për vitaminën B2, e njohur gjithashtu me emrin riboflavin. Ajo është një nga 8 vitamina që ndihmojnë trupin të konvertojë ushqimin në energji. Do të keni shikim më të qartë. 2 antioksidantët kryesor që gjenden tek veza, luteina dhe zeaksantina, kanë efekt mbrojtës për syt. Këto antioksidantë reduktojnë në mënyrë të ndjeshme rrezikun për degradimin makular dhe kataraktin, që janë një ndër shkaqet kryesore për dëmtim të shikimit dhe verbërinë tek moshat e treta. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.